ka një fatkeqësi që do ja u them që di që do mërzis njerëz. Nëse mërzit vetë shumë. Kam pa një dokument zyrtar të shërbimeve angleze, të dhënë nga arkivat 70 vjeçare të Anglisë, atë 50 vjeçare, ku është regjistruar Ahmet Zogu në vitin 1946, pasi Shqipëria bëri asamblen kushtetuese dhe shpalli Shqipërinë Republikë, që i dëshpëruar bisedoi me përfaqësues të lobit jude në Angli, që të vinin në Shqipëri dhe ai të shpallej mbret. Masi humbi mbretërinë. Do të thënë si gjë. Uroj që të kemi edhe materiale për të kthyer dhe përgjigjen për atë se çka ka bërë në lidhje me mbretin. Zili çik fotot ja shpjegoj njerëzve me dy fjalë. Mbretin Zog, shpejt. Mund të derisa i doni me dokumente dhe me fakte. Zili librin. Bernard Fischer ka bërë një Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitetin e Shqipërisë. Këtë libër nuk e dua më pa me sy, por jam referuar vetëm me këtë libër është zhgënjur ti për sa përket asaj. Jo, fare. Këtë libër se konsideroj fare. Konsideroj vetëm burimin. Ka qenë burimi ai që të kanë ngacmuar për shkuar ka burim. Libri ka burim. Pra i është referuar një dokumenti. Nxjerrë çika Andrea faqet e tjera? Faqet e tjera Andrea? Ky më ka shpyr. Jo tjetër Andrea, ky është e fundit. Bukur. Këtu janë burimet. E dënave. Tash do të nxjerrësh një fotografi horizontale. Që ta lexojmë. Ky është burimi nga arkivat e Anglisë. Është kjo. Pas kësaj disfate të rëndë, shanset e Zogut për njohje dhe rol aktiv gjatë luftës, pothuajse u shuajtën krejt. Megjithatë ai refuzoi të pajtohej me këtë. Jo më Andrea ç'bën? Ja, një moment se ndodhen dhe këto se jemi live. Mos ma ndërprisit tani se mikun gjë kuptimi. Okej. Megjithatë ai refuzoi të pajtohej me këtë gjendje dhe vazhdoi të mbante lidhje të dërgonte të holla komiteteve shqiptare në Shtetet e Bashkuara në Turqi. Me kalimin e kohës filloi të binte për herë më shumë në dëshpërim, e përrjedhoi dhe planet e tij u bën dhe më pak bindse. Në janar vitit 44, në një intervistë antarët e shoqatës anglo-çifute, mbreti ofroi një plan për të një vendosje masive të çifutëve në Shqipëri, në rast se këta do ta ndihmonin të kthehej përsëri në front. 24, që është si numër, është një nga referencat, Andrea të ato që ishin me referenca. Kthehej një përpara që tregovon që ishin burimet këtu. Dhe janë burim zyrtar në arkivat e Anglisë. Kthehej çike faqja e fundit Andrea, që ishin 4 faqe. Këtu. Ky dokument është po të mazmadhoj që Andrea nuk lexoi kaq larg. Po të mazmadhoj Andrea që të lexoj. Ky dokument bëhet nga një ambasador shqiptar që paralajmëron Shqipërinë në vitet 30 e ca, që kujdes mos i leni marrë të Shqipërisë do u bëjnë lëmsh. Mos i leni marrë të Shqipërisë. E thot te dokumenti këtu. Po, ja thot Zogut. Ambasadori i Shqipërisë i thot Zogut. Kujdes me këta. Se do ta hani. Tani, kthehemi pak ke argumenti. Pyetja është për publikun. Kur unë fola, shpika gjë. Kthehemi na duket figura. Të dalim nesër. Kaq ishte. Kushtu e formuloi bordellon angleze shteti që fut në 46-ën, thotë edhe një koment që na ndjek. Po më Anglia vetë ishte e kapur. Amerika u kap 44 përfundimisht me Bretton Woods. Koncepti është që ta kuptojmë. Unë kur flas, më shumë përgjegjësi për fjalët e mia. Këta jemi ne burr, dhe ka thënë Pashiçi, në Tiranë gjëra zgjidhen. Vuajnë atë maninë e pushtetit. Morën në Shqipëri pa i vrarë nuk zbret nga kalera. Ky është vendi jon, këtu vetëm zë qyqe ka, këtu vetëm Hamza ka ky vend. Më kupton logjikën. Unë jam skandalizuar, unë jam mërzitur, e kam kaluar shumë keq 24 ora, gjithsesi unë kisha një perceptim tjetër për Zogun. Po krejtësisht tjetër. Ajo më ka zhgënjur shumë, më ka mërzitur shumë dhe merdi bashkë me ca goditje të tjera, raport me Austrinë, me Shqipërinë etj. Pash se sa fatkeq jemi si vend. Pa mbështetje, pa mbrojtje, pa krah, pa gjë dhe i vetmi vend që ka mbështet Shqipërinë, na pëlqen është Amerika. Të tjerë që na kanë mbështet, ashtu është na zhduk ne. Për shembull, un kam pas një perceptim jashtëzakonisht pozitiv për Austrinë. Për historinë e saj me ne. Pastaj pas dokumenta që na kishin pushtuar për të na marrë, na kishin coptuar. Ke parasysh kur filloi lufta parabotërore? Kur filloi lufta parabotërore, pas një marrëveshje ambasadorësh, që Italia merrte jugun e Shqipërisë, Austria merrte veriun, po jo për ne, për vete. E dashi Shqipërinë dy pjesë ata. Italia do merrte jugun, Austria veriun. Po vitin e dytë të luftë, më fal, masi kaloi viti i parë luftës parabotërore, ndryshuan shumë skema gjeopolitike që kjo nuk u realizua. Pra kur erdhëm këtu në Shqipëri austriakët, erdhën me emor, nuk erdhën me na përdorur si terren lufte. Ma kuptove, po zbatonin marrëveshjen me Italinë. Italia do merrte jugun, pra ne jemi një vend pa mbrojtje, pa mbështetje.
Jemi një fëmijë jetim. Dhe pavarësisht gjitha të tjerave, sa do ta urrejmë Amerikën, duhet të kuptojmë vetëm një gjë që po mos ishin në Amerikë, s'do kishim ekzistuar as ne. Janë i vetmi vend përballë Anglisë, Francës, Italisë, vendeve fituese, Rusisë etj. I kanë dhënë jetë i veni. Ky është fakt. S'na pëlqen. Burimi kur unë kërkoj, unë nuk ja fus kot. As me hipoteza. Unë jam njeriu më i kujdesshëm kur them një fjalë. Unë përqendrohem, lexoj shumë për gjysmë fjale, sidomos për një tezë kaq të rëndësishme, që ka negociuar ndonjëherë në dëshpërim Ahmet Zogu me judejt që ta ndihmonin të vitin në Shqipëri, që ndihmuan me bielorusët e Serbisë. Më kuptojnë që bëri paktin atë. Jo bielorusët, po rusët e bardhë që janë ushtarakët rus kundër komunizmit. Dhe koncepti është shumë i thjeshtë. Nuk është e lehtë të guxosh dalësh para publikut kur pretendon se je njeri që ke kapacitet intelektual dhe t'ia fusësh kot. Jam mësuar me këtë gjë, se ndodh përditë në Shqipëri me gjithologët. Ta harrojnë kjo unë këtë, unë kam kaq vjet që luftoj me të vërteta, nuk luftoj unë me gjysmë të vërteta, se gjysmë të vërteta të pusin mes. Një gabim të bësh një herë, fut ç'a dush të mendsh pastaj, s'ka më vlerë të masakrojnë. Me kaq shumë armiq sa kam unë me sa censur kam unë. Prandaj ata që kanë ofenduar herën e kaluar, ç'as kanë thënë, ç'as kanë bërë. Mund kemi edhe një shishe kështu sponsor për duke nisur atë narrativën që nisë edhe gjithë hapjen e emisionit, që për një lloj mbështetje ne kemi krijuar edhe një formë tjetër me këtë IBAN-in që shihni poshtë për të mbështetur këtë nisëm modeste tonën që ta çojmë akoma më lart. Kjo është në dorën tuaj për të qenë pjesë e kësaj gjëje, për të kontribuar dhe pse jo që ta përcjellim, ta kemi më të vazhdueshëm, më të shpeshtë.